Përshëndetje të gjithëve, atëherë jemi me një tjetër video, është videoja numër 4 e këtij kursi dhe në këtë kurs, në këtë video do flasim rreth pyetjes si të tregtojmë në sezonin e New Yorkut. Atëherë besoj që do ketë shumë interes nga ana juaj se si mund të tregtojmë sezonin e New Yorkut dhe përgjigjja është po e njëjta me strategjinë e sezoneve. Atëherë, duhet të dim fillimisht që në sezonin e New Yorkut hapja bëhet në orën 2 dhe mbyllja bëhet kur mbyllet qiriu ditor. Për sa i përket tjetër sezoni i New Yorkut është një sezon në të cilin kemi shumë lëvizje të marketit, kemi shumë futje të parave, orderave, investimeve, sidomos të dollarit, sepse është, domethënë, një sezon ku komplet bursat e Amerikës futen më shumë në market, pra ndryshe quhet sezoni i New Yorkut, dhe këtu ndodhin dhe lëvizjet më të mëdha. Atëherë, çfarë na tregon kjo gjë? Kjo na tregon që shumica që mund të kenë lëvizje në këtë sezon do jetë pound dollari sepse ka të bëjë me dollarin, do jetë euro dollari sepse ka të bëjë me dollarin dhe të gjithë çiftet e tjera me dollar. Por ne do fokusohemi në këtë kurs vetëm me pound dollarin. Atëherë, çfarë duhet të dim tjetër është që ne përsëri nuk do marrim sepse lind pyetja nëse ne marrim pikën më të lartë ose të ulët të sezonit aziatik për të tregtuar në sezonin londines. Tani do marrim pikën më të lartë dhe më të ulët të sezonit londines për të tregtuar në New York. Përgjigjja është jo. Pra, ne përsëri do marrim pikën më të lartë dhe më të ulët si referencë vetëm të sezonit aziatik. Dhe për sa i përket entrit, ne do kufizohemi pak për sa i përket entrit në sezonin e New Yorkut. Pse? Ne do fokusohemi në sezonin e New Yorkut për të bërë entry, vetëm nëse gjatë sezonit londines nuk kemi pasur manipulime të pikës më të lartë ose pikës më të ulët në këtë çift, pra në GBP USD. Pra nuk kemi pasur. Në qoftë se ne kemi një manipulim, një retest dhe vazhdon çifti dhe më pas prap në sezonin e New Yorkut kemi manipulim, atëherë nuk do bëjmë entry. Sepse quhet një zonë jo e freskët, jo valide. Dhe kjo na kufizon pak për sa i përket sezonit të New Yorkut. Por ne do fokusohemi që për shembull nëse kemi pikën më të lartë dhe më të ulët sezonit aziatik, gjatë sezonit londines kemi vetëm lëvizje brenda këtij range dhe në sezonin e New Yorkut shkon dhe bën manipulim. Ne do fokusohemi vetëm në këtë rast. Rastet e tjera janë pak raste të cilat janë, domethënë, mundet të funksionojnë sepse është e njëjta taktik, pra ajo në vetvete po e thyen përsëri, po bën manipulim dhe po bën retest, po pjesa që prishet freskia e zonës në sezonin londines e bën jo valide. Pra për mendimin tim po flas. Më pas juve gjatë backtesteve të shumta që mund të bëni dhe për euro USD, euro AUD mund t'ju dalin dhe të tjera domethënë rezultate. Pra, thjesht unë po e bëj një shembull për t'ju treguar, po shkoj mbrapa të gjej një shembull i cili mundet të na
të na vlej për ta treguar sezonin e vetëm një moment shohim këte, ja ku është një rast. Atëherë, në qoftë se shikojmë në këtë rastin këtu, kemi pasur pikën më të lartë, kemi pasur pikën më të ullët, nuk kemi bërë asgjë gjatë sezonit londines, pra ka ngecur midis range-it, dhe gjatë sezonit të New Yorkut bëjmë manipulimin, futemi poshtë, dhe në qoftë se do kishim njëri test, siç e kam shpjeguar për pjesën e sezonit londines dhe për pjesën e entrit pas manipulimit, ne do kishim një mundësi shumë të mirë për short këtu. Po mund të thoni ju në qoftë se kjo është kthyer sadopak, pra është kthyer, pse mos isha futur këtu në këtë. Mund të ishin futur këtu, por unë nuk e rekomandoj asnjë entry që retesti ka ndodhur larg. Në qoftë se shikoni këtu, kemi pasur këtë qiri bearish, po ka qenë 6 pips larg zonës që u manipulua. Pra, duhet të jetë këtu retesti, jo këtu. Këtu nuk e ka prekur fare. Pra, është diçka gabim që edhe mundet të rezultojnë në stop loss. Kështu që kjo është e gjitha. Për shembull, çfarë mund të kemi rast tjetër? E kemi këtë rastin këtu. Këtu fillimisht do shohim në qoftë se kemi bërë manipulim, pra ka 5 pips, po. Në qoftë se shohim 5 pips është dhe thyerja. Dhe retesti është bërë këtu. Në qoftë se shohim retesti është bërë më sakt. Çfarë ka ndodhur është që manipulimi ka ndodhur në London Session, pra ka dhe raste të këtilla, manipulimi ka ndodhur në London Session dhe retesti ka ndodhur afër New York Session. Pra afër New York Session, në qoftë se shohim. Dhe kjo është, domethënë, një tjetër, pasaj është pjesa që aja vlen ta vendosësh apo jo, në qoftë se ndodhet si për manipulimit, po. Pra kjo do ishte e vlefshme dhe tek profiti do ishte kapur gjatë sezonit të New Yorkut. Pra, kemi manipulim në sezonin londines, kemi retest afër sezonit të New Yorkut dhe kemi tek profitin gjatë sezonit të New Yorkut. Pra, dhe kjo është një skenar që mund të ndodhë dhe ne nuk mundet ta t'i bëjmë gjërat e prera, domethënë.